Një biznesmen i fuqishëm jeton i bindur se suksesi matet vetëm me pasurinë. Pikpamja i vjet në provë kur një vajzë e re me prejardhje modeste shfaq një dituri befasuese. Ajo që i zbulon e detyron të përballet me bindjet e tij dhe të ndryshojë këndvështrimin për jetën. Nëse kjo histori ju interesoj, mos harroni të regjistroheni në kanalin ton dhe na thoni nga cili qytet po na ndiqni, vazhdojmë. Ju premtoj se kjo do të jetë historia më e mirë që do të dëgjoni në jetën tuaj. Dielli i mëngjesit pushtonte katin e fundit të ndërtesës më të lartë në bulevardin Dëshmorët e Kombit me një dritë të artë që dukej se bekonte vetëm të zgjedhurit. Nga kati i 43, Tirana shtrihej si një tapet betoni dhe xhami në këmbët e Arjan Hoxhës, një burr që besonte verbërisht se bota rrotullohej rreth tij. Dhe mbase, të paktën në atë univers korporativ shifrash astronomike dhe vendimesh që ndryshonin fate, ai kishte të drejtë. Arjani ishte 51 vjeç, me flokë të thinjur të krejur në mënyrë perfekte, kostume italiane që kushtonin më shumë se një makinë e zakonshme dhe një vështrim që arrinte të bënte çdo ekzekutiv të dridhej. Ai kishte ndërtuar një perandori teknologjike nga zeroja, ose të paktën këtë i pëlqente të tregonte. Tek Hoxha dominonte tregun shqiptar të softuerëve korporativ dhe po zgjerohej me shpejtësi në Ballkan. Shifrat ishin mbresëlënëse, titujt e gazetave ekonomike gjithmonë veçonin emrin e tij, dhe çmimet si sipërmarrësi i vitit grumbulloheshin në policën e tij prej Mermeri Carrara. Por kishte diçka që artikujt e revistave nuk e tregonin. Arjan Hoxha nuk ishte thjesht një njeri i suksesshëm. Ishte një njeri bosh, i gjetur për brenda, që kishte shkëmbyer çdo mbetje njerëzimi me llogarinë bankare nëntëshifrore. Për të, bota ndahej në dy kategori shumë të thjeshta, fituesit dhe humbësit. Dhe ai, natyrisht, ishte në majë të piramidës, duke i parë të gjithë të tjerët nga lart. Atë të enjte marsi, Arjani u zgjua si gjithmonë, në orën 5:30 të mëngjesit. Apartamenti i tij në katin e fundit të ndërtesës tek Hoxha ishte një kryevepër e dizajnit minimalist dhe e luksit të matur. Dyshe me mermeri të zi të importuar nga Italia, mure të bardha të paprekura të dekoruara me vepra arti bashkëkohore që vlenin pasuri, mobilje nga dizajner evropian, emrat e të cilëve askush nuk mund t'i shqiptonte. Pamja panoramike e Tiranës të linte pa frym, veçanërisht në agim, kur qyteti ende flinte dhe ai mund të ndiej fjalë për fjalë mbi të gjithë. Pas rutinës së tij të mëngjesit të planifikuar me përpikëri që përfshinte një orë në palestër private të instaluar në apartamentin e tij, një mëngjes të përgatitur nga shefja e tij personale dhe leximin e gazetave kryesore ekonomike, Arjani zbriti në zyrën e tij në katin e 42. Ashensori privat e çoi drejt për drejt, pa ndalesa, pa kontakt me punonjësit e thjeshtë. Kështu i pëlqente. I izoluar, i paprekshëm, superior. Zyra presidenciale ishte një zgjatim i personalitetit të tij. E madhe, frikësuese, e projektuar për ta bërë çdo vizitor të ndiej i vogël. Tryeza prej druri masiv are kishte madhësinë e një tavoline ngrënieje dhe ishte gjithmonë e organizuar në mënyrë të patëmel. Pas saj, një bibliotek me libra ekonomie dhe menaxhimi që ai nuk i kishte lexuar kurrë, por që jepnin një ajër intelektualizmi. Në mure, diploma të kornizuara, certifikata çmimesh dhe fotografi të tij duke shtrënguar duart me politikanë dhe personazhe të njohur. Arjani u ul në koltukun e tij prej lëkure të importuar dhe ndezi kompjuterin. Agjenda e tij e ditës ishte e mbushur me mbledhje të rëndësishme. Ndalesa e parë, një videokonferencë me investitor ndërkombëtar. Pastaj, një mbledhje me bordin e drejtorëve për të diskutuar shkurtimet e personelit. Po, shkurtime. Fundja, fitimet e 3 mujorit të fundit kishin qenë vetëm të shkëlqyera, jo të jashtëzakonshme. Dhe për Arjanin, e shkëlqyera nuk ishte e mjaftueshme. Ndërsa por i shikonte tabelat dhe grafikët, sekretarja e tij, Valbona, hyri me diskrecion në zyrë. Ajo ishte një grua rreth të 40-tave, efikase dhe e padukshme, saktësisht ashtu siç Arjani. Dëshironte që punonjësit e tij të ishin. Mirëmëngjes, zoti Hoxha. Thjesht për t'ju kujtuar se sot është e enjte. Dita e pastrimit të thellë të zyrës. Arjani mezi i ngriti syt nga ekrani. Dhe pse duhet ta di unë këtë? Është se ekipi i pastrimit do të duhet të hyjë në zyrën tuaj. Zakonisht, ju jeni në mbledhje të jashtme në këtë orar, por sot. Le ta bëjnë punën dhe mos më shqetësojnë. Do të jem këtu gjithë ditën. Kanë 30 minuta kur të dalë për dreg. Asnjë minutë më shumë. Valbona pohoi me kokë dhe doli shpejt.
Ariani e ktheu vëmendjen të numrat në ekran, plotësisht i painteresuar për asgjë që nuk përfshinte fitime dhe blerje. Më vonë, rreth orës 11, kur Ariani ishte në një videokonferencë të mërzitshme me furnitorët, u dëgjua një trokitje e lehtë në derë. Ai e injoroi. Trokitja u përsërit më këmbëngulëse. Me një pëshërtim të irrituar, Ariani mbylli mikrofonin. Hyni. Bërtiti, pa e fshehur mërzin në zë. Dera u hap dhe një grua hyri, duke shtyrë një karrocë pastrimi. Ishte Liridona, mbikëqyrësja e ekipit të pastrimit. Ariani e njihte turbull, thjesht si një fytyrë tjetër mes shumë njerëzve që punonin në ndërtesë, pa u shqetësuar ai t'i njihte. Liridona ishte rreth të 38-ave, me një fytyrë të lodhur të shënuar nga puna e rëndë, por me sy të butë që ende ruanin shpresë pavarësisht vështirësive të jetës. Më falni që ju shqetësoj, zoti Hoxha. Është se sot është dita e pastrimit të thellë dhe e di çfarë dite është. Valbona më njoftoi. Por jam në mbledhje, siç mund ta shihni. Po, zotëri, e kuptoj. Thjesht nëse nuk e bëjmë sot, do të vonohet i gjithë programi dhe Ariani e ndërpreu me një gjest të padurueshëm të dorës. Nuk më intereson programi juaj. Kthehuni më vonë. Liridona hezitoi, gishtat e saj shtrëngonin me nervozizëm bishtin e fshesës. A do të dilni për drek, zotëri? Do të dal. Në mesditë. Keni gjysmë ore. Mjafton? Po, zotëri. Faleminderit, zotëri. Ajo filloi të dilte, por ndaloi kur një zë fëmije erdhi nga korridori. Mami? Ku ta lë këtë? Ariani rudhi ballin. Ka një fëmijë në korridor? Liridona u bë dukshëm nervoze. Është vajza ime, zotëri. Bora. Ajo shkolla e saj u mbyll për pushim për shkak të rikonstruksionit të ndërtesës. Nuk kisha me këta lija dhe ju u duke përshtatshme të sillni një fëmijë në një ambient korporativ? Zëri i Arianit ishte prerës si te. Zotëri, më vjen shumë keq. Ajo nuk do të pengoj, ju premtoj. Do të ri urt, duke ndihmuar me gjëra të thjeshta. Nuk kisha opsion tjetër dhe nuk mund të mungoja sepse keni nevojë për punën. Po, e kuptoj se si funksionon bota, Liridona. Ariani u mbështet në karrige me një buzëqeshje mizore në buzë. Dhe a e kuptoni se nëse vajza juaj shkakton ndonjë problem, ndonjë vonesë, ndonjë shqetësim, do të ketë pasoja? Liridona uli kokën. Po, zotëri. E kuptoj. Shumë mirë. Tani dilni dhe më lini të punoj. Liridona doli shpejt duke e mbyllur derën me kujdes. Nga korridori, Ariani ende mund të dëgjonte zërin e saj duke folur ulët me të bien. Eja, shpirt. Le të shkojmë në një kat tjetër. Ariani u kthye në videokonferencën e tij duke e harruar plotësisht incidentin e vogël. Për të, ata njerëz ishin thjesht pjesë e peizazhit, pjesë të këmbyeshme në makinën e madhe që mbante perandorinë e tij në punë. Nuk kishte kohë as interes për të njohur historitë e tyre, problemet e tyre, jetët e tyre. Në mesditë, Ariani doli për drek në një restorant ekskluziv 2 bloqe larg zyrës. Si gjithmonë, u prit me përulësi dhe vëmendje të veçantë. U ul në tavolinën e tij të preferuar, nga ku mund të shihte lëvizjet në bulevardin, dëshmorët e kombit dhe porosit pjatën e tij të zakonshme, ndërsa kontrollonte emailet në telefon. Dreka kushtoi më shumë se sa fitonte Liridona në një javë pune, por kjo nuk i kaloi kurrë në përmend Arianit. Kur u kthye në zyrë 40 minuta më vonë, e gjeti dhomën e tij të patëmet. Era e produkteve të pastrimit ndiej në ajër, xhamat shkëlqenin, çdo objekt ishte pozicionuar në mënyrë perfekte. Liridona e kishte respektuar afatin. Ariani as nuk e vuri re. Për të, kjo ishte minimumi që pritej. Pjesa tjetër e ditës vazhdoi me një varg mbledhjesh, thirrjesh dhe vendimesh. Ariani miratoi shkurtimin e 50 punonjësve nga dega e Vlorës, hodhi poshtë një kërkesë për rritje page nga departamenti i IT-s dhe nënshkroi një kontratë që do të rriste fitimet e tij personale me disa miliona. Ishte thjesht një ditë tjetër në jetën e një njeriu që e maste suksesin me lekë. Në orën 7 të mbrëmjes, kur shumica e punonjësve kishin ikur, Ariani ishte ende në zyrën e tij. I pëlqente ai momenti ditës, kur ndërtesa binte në qetësi dhe ai mund të ndjente peshën e pushtetit të tij. Ishte pronari i asaj hapësire, i atyre jetëve, i atij universi të vogël korporativ.
Atëherë dëgjoj zëra në korridor. I irrituar nga ndërprerja e momentit të tij të reflektimit të vetmuar, Ariani e hapi derën vrullshëm. Liridona ishte aty duke mbledhur qeset e fundit të plerave të ditës. Dhe pranë saj, e ulur në dy sheme me një fletore në prehër, ishte vajza. Bora. Ende këtu? Pyeti Ariani, zëri i tij u shtoi në korridorin e zbrazët. Liridona u ngrit shpejt, e trembur. Zoti Hoxha. Më falni, po mbarojmë. Edhe disa minuta dhe. Nuk ju pyeta se sa kohë do të vonoheni. Ju pyeta pse jeni ende këtu në këtë orë. Është se duhet të pastrojmë të gjitha katet, zotëri. Dhe me Borën këtu, u vonova pak më shumë. Ariani e shikoi vajzën. Ajo ishte 12 vjeçe, me lëkur pak të zeshkët, flokë gështenjë të kapur në një bisht të thjeshtë. Kishte veshur një uniformë shkolle tashmë të zbardhur dhe atlete të vjetra. Por ajo që i tërhoqi vëmendjen Arianit ishin sytë e saj. Kishte diçka në ta, një inteligjencë, një kuriozitet që nuk shkonte me skenën e varfërisë që ajo përfaqësonte. Dhe çfarë po bën ajo? Po luan ndërsa ju punoni? Ajo po mëson, zotëri. Po bën detyrat e shtëpisë. Ariani lëshoi një të qeshur pa humor. Po mëson. Sa e adhurueshme. Ai eci deri te vendi ku Bora ishte ulur. Vajza e shikoi, por nuk e hoqi vështrimin, gjë që e irritoi Arianin edhe më shumë. Çfarë mëson ti, vajzë? Bora, zotëri. Emri im është Bora. Liridona u zbe. Bora. Mos u bëj e pa edukat. Jo. Lëre të flas. Ariani kryqëzoi krahët, i argëtuar nga situata. Vazhdo, Bora. Çfarë mëson? Po bëj një detyrë për sisteme të ndryshme të shkrimit. Alfabete të ndryshme nga yni. Ariani ngriti një vetull. Sa interesante. Një vajzë shkolle publike që studion alfabetet. Shumë ambicioze. Toni ishte qartësisht tallës. Bora e mbylli fletoren dhe u ngrit në këmbë. Ishte e shkurtër, e dobët, por kishte diçka në qëndrimin e saj që e shqetësoi Arianin. Mësuesja tha se është e rëndësishme të njohim kultura të tjera. Se bota është më e madhe se sa e imagjinojmë ne. Sa e mençur mësuesja jote. Ariani buzëqeshi me mizori. Dhe ti mendon se për çfarë do t'i përdorësh këto njohuri, saktësisht? Do të udhëtosh botën? Do të punosh në OKB? Ai lëshoi një gurgullim të qeshur. Apo do të ndjekësh hapat e nënës sate duke pastruar zyra? Arian. Filloi Liridona me lot në sy. Zoti Hoxha. Ai e korrigjoi ftohtë. Zoti Hoxha, ju lutem. Ajo është vetëm një fëmijë. Një fëmijë që duhet të mësoj se si funksionon bota realisht. Nuk vlen të mbushim kokën këtyre fëmijëve me ëndra të pamundura. Ajo duhet të kuptoj vendin e saj. Bora e shikoi Arianin me një shprehje që ai nuk mundi ta deshifronte. Nuk ishte frikë, nuk ishte zemërim. Ishte diçka më e thellë, më shqetësuese. Dhe cili është vendi im, zotëri? Pyetja e zuri Arianin në befasi. Çfarë? Ju thatë se unë duhet të kuptoj vendin tim. Cili është ai? Ariani qeshi, por kishte diçka të parehatshme në atë të qeshur. Vendi yt është i njëjtë me atë të nënës sate. Duke punuar fort, duke fituar pak, duke u shërbyer njerëzve si unë. Është rregulli natyror i gjërave. Disa lindin për të urdhëruar, të tjerët për t'u bindur. Dhe ju keni lindur për të urdhëruar? Pa dyshim. Unë jam prova e gjallë se inteligjenca dhe vendosmëria çojnë në sukses. E ndërtova të gjithë këtë vetëm. Ai bëri me shenjë nga zyra luksoze rreth tyre. Vetëm? Bora anoi kokën. Kush e pastron këtë zyrë? Kush e gatuan ushqimin tuaj? Kush e ndërtoi këtë ndërtesë? Kush i programon kompjuterët që kompania juaj shet? Liridona kapi krahun e vajzës. Bora, mjaft. Më falni, zoti Hoxha. Ajo nuk deshi t'ju respektonte. Po ikim tani. Por Ariani ngriti dorën duke i penguar të dilnin. Kishte diçka te ajo vajzë që e intrigonte dhe e irritonte në të njëjtën kohë. Si guxonte ajo ta pyeste? Si kishte guxim ta shikonte në sy në atë mënyrë? Jo. Lëre të mbaroj.
Jam kurioz. Ai u anua në drejtim të Borës, fytyra e tij afër saj. Vazhdo. Më ndriço me urtësinë tënde fëmijërore. Bora nuk u tërhoq. Unë mendoj se askush nuk bën asgjë vetëm. Mami thot gjithmonë se jemi të gjithë të lidhur. Se çdo person ka rëndësi, pavarësisht se çfarë bën. Sa bukur. Shumë poetike. Por krejtësisht e parëndësishme në botën reale. Ariani u drejtua, i lodhur nga ajo bisedë. Në botën reale, ekzistojnë njerëz që kanë vlerë dhe njerëz që nuk kanë. Dhe vlera matet me atë që mund të blesh, me pushtetin që ke. Kjo është e gjitha. Atëherë ju mendoni se mami im nuk ka vlerë? Pyetja erdhi aq e drejt për drejt, aq e ngarkuar me emocion të sinqert, sa Ariani hezitoi për një sekondë. Por vetëm një sekondë. Nëna jote ka vlerën e çdo punonjësi kompetent. Ajo bën punën e saj, merr rrogën e saj. Është një shkëmbim i drejtë. Por nuk është i drejtë. Zëri i Borës u drodh pak. Mami punon 12 orë në ditë. Ajo pastron pa pastërtitë e njerëzve të tjerë. Ajo kthehet në shtëpi me shpinë që i dhemb dhe ende kujdeset për mua dhe vëllain tim. Ajo është njeriu më i fortë që njoh. Dhe ju mendoni se ajo nuk ka vlerë? Jam i sigurt që ajo është një nënë e mrekullueshme. Por kjo nuk ndryshon faktin që ajo është e zëvendësueshme. Ka mira njerëz që mund të bënin punën e saj. Por sa njerëz mund të bënin punën time? Sa njerëz kanë vizionin, inteligjencën, aftësinë për të ndërtuar një perandori si e imja? Bora heshti për një moment, sytë e saj të fiksuar të sytë e Arianit. Kur më në fund foli, zëri i saj ishte i butë por i palëkundur. Mbase shumë njerëz mund të bënin punën tuaj. Por askush nuk mund të jetë nëna ime përveç saj. Dhe kjo, për mua, vlen më shumë se gjithë paratë e botës. Për herë të parë në shumë vite, Arjan Hoxha mbeti pa fjalë. Kishte diçka në atë përgjigje, në atë të vërtet të thjesht të thënë nga një vajzë 12 vjeçare, që e shqetësoi thellësisht. Ai ndiu një pickim të huaj në gjoks, diçka që nuk e njihte më. A ishte faj? Turp? E pamundur. Liridona, çoje vajzën në shtëpi. Dhe nesër, lëre me dik. Nuk dua fëmijë që qarkullojnë nëpër zyrë gjatë orarit të punës. A është e qartë? Po, zotëri. Shumë e qartë. Më falni sërish. Liridona e kapi Borën për dorë dhe filloi të largohej shpejt. Por para se të zhdukej në korridor, Bora shikoi prapa për herë të fundit. Dhe në atë vështrim, Ariani pa diçka që e shqetësoi edhe më shumë. Nuk ishte mëshirë, nuk ishte zemërim. Ishte mirë kuptim. Sikur ajo vajzë mund të shite përmes tij, përmes të gjitha shtresave të arrogancës dhe pasurisë, drejt e të boshllëku që ishte brenda. Ariani u kthye në zyrën e tij dhe e mbylli derën me më shumë forcë se sa kishte planifikuar. U ul rënd në koltukun e tij dhe shikoi qytetin e ndriçuar jashtë. Tirana shkëlqente si gjithmonë, indiferente ndaj dramave të vogla njerëzore që luheshin në brendësinë e saj prej betoni. Ai u përpoq t'i kthehej punës, por nuk mund të përqendrohej. Fjalët e Borës i ushtonin në mendje. Askush nuk mund të jetë nëna ime përveç saj. Dhe kjo vlen më shumë se gjithë paratë e botës. Ariani tundi kokën, i irrituar me veten. Pse po i jepte rëndësi fjalëve të një fëmije? Çfarë dinte ajo për botën? Për suksesin? Për pushtetin? Asgjë. Ajo ishte thjesht një vajzë tjetër e varfër me ëndra të marra dhe një vizion romantik të realitetit. Por pavarësisht kësaj, ndërsa qielli erësohej dhe qyteti vazhdonte vallëzimin e tij frenetik të dritave dhe lëvizjes, Ariani nuk mundi ta hiqte atë takim nga koka. Kishte diçka ndryshe te ajo vajzë. Diçka që e shqetësonte. Diçka që e bënte të dyshonte, qoftë edhe për një çast, në të gjitha siguritë mbi të cilat kishte ndërtuar jetën e tij. Dhe mbase, vetëm mbase, ai ishte hapi i parë i një rrugëtimi që do të ndryshonte gjithçka. Por Arjan Hoxha ende nuk e dinte këtë. Atë natë, ai u kthye në apartamentin e tij luksos, hëngri darkë vetëm siç bënte gjithmonë, dhe fjeti në krevatin e tij kingsizet e importuar, i rrethuar nga të gjitha simbolet e suksesit të tij. Dhe nëse, në errësirën e asaj nate, ai pa në ëndër një vajzë me sy inteligjent dhe fjalë që prisnin si thika, ai nuk u kujtua kur u zgjua. Ose të paktën u hoq sikur nuk u kujtua.
E premtja u zgjua e vrenjtur në Tiranë, me atë qiell gri tipik të Marsit që kërcënonte me shi por nuk vendoste kurrë. Ariani u zgjua me një ndjesi të çuditshme, një shqetësim që nuk mund ta identifikonte. Kishte fjetur keq, duke u zgjuar disa herë gjatë natës pa ndonjë arsye të dukshme. Mendimet e tij vazhdonin të ktheheshin te takimi i ditës së mëparshme, te ajo vajzë dhe fjalët e saj shqetësuese. Ndërsa hante mëngjesin e tij të përgatitur me hollësi, Ariani u përpoq t'i largonte ato mendime. Ishte qesharake t'i jepte aq rëndësi një bisede të parëndësishme me një fëmijë. Ai kishte gjëra shumë më të rëndësishme për të cilat duhej të shqetësohej. Kompania po negocionte një shkrirje miliona eurosh me një kompani italiane, kishte investitor gjerman që do të vinin javën e ardhshme dhe lançimi i softwarit të ri ishte parashikuar për muajin e ardhshëm. Këto po që ishin çështje që meritonin vëmendjen e tij. Por sado që përpiqej të përqendrohej te numrat dhe strategjitë, mendja e tij këmbëngulte të kthehej te bora. Mënyra se si ajo e kishte shikuar, pa frikë, pa atë nënshtrim që ai ishte mësuar të shite në sytë e njerëzve. Mënyra se si e kishte mbrojtur nënën e saj me aq bindje. Dhe ajo fjali e fundit, ajo fjali e mallkuar që refuzonte të dilte nga koka e tij. Ariani tundi kokën me irritim dhe veshi një nga kostumet e tij më të shtrenjta. Sot do të ishte një ditë produktive. Ai nuk do të lejonte që klonikët e një fëmije të prishnin planet e tij. Në zyrë, mëngjesi kaloi me një varg mbledhjesh dhe videokonferencash. Ariani ishte në elementin e tij, duke urdhëruar, vendosur, dominuar çdo bisedë me praninë e tij frikësuese. Këtë bënte më së miri. Kjo I jepte kuptim jetës së tij. Rreth orës 11, gjatë një pauze të shkurtër mes mbledhjeve, Ariani shkoi te makina e kafes në katin ekzekutiv. Ndërsa priste që pija të bëhej gati, dëgjoi zëra femrash që bisedonin në dhomën e pushimit ngjitur. A dëgjove çfarë I ndodhi Liridonës dje? Ishte zëri I Valbonës, sekretares së tij. Ajo e pastrimit? Çfarë ndodhi? Një zë tjetër, të cilin Ariani e njohu si të Teutës, nga departamenti I burimeve njerëzore. Duket se vajza e saj pati një takim me shefin e madh. Dhe ai nuk ishte as pak I sjellshëm, si gjithmonë. Ariani ndaloi, dora I mbeti në ajër gati për të marrë filxhanin e kafes. Ai e dinte se duhej të largohej, se të dëgjonte bisedat e të tjerëve ishte në dinjitetin e tij. Por diçka e mbajti atë aty, të palvizur, duke dëgjuar. Ah, jo. E shkreta. Liridona kalon aq shumë gjëra. Burri e la para 2 vitesh, ajo I rrit 2 fëmijët vetëm, punon 12 orë në ditë. Dhe tani duhet të duroj edhe poshtërim? Po. Dhe vajza, Bora, është si dritë. Shumë inteligjente. Gjithmonë me një libër nën krah. Liridona thot gjithmonë se vajza është gjeni, se merr nota shumë të larta në shkollë. Duhet të jetë e vështirë për të. Të dëshirosh t'u japësh një të ardhme më të mirë fëmijëve, por të mos kesh mundësi. Dhe më e keqja është se Zoti Hoxha duket se argëtohet me këtë. Sikur të ishte një lojë për të, t'i poshtëroi punonjësit më të thjeshtë. U bë një heshtje e rëndë dhe pastaj Valbona pshertiu. Ndonjëherë pyes veten se si dikush mund të ketë aq shumë para dhe aq pak zemër. Ariani ndjeu një val zemërimi t'i ngjitej në gjoks. Si guxonin të flisnin për të në atë mënyrë. Ai ishte punëdhënësi I tyre, përgjegjësi për punët e tyre, për ushimin në tavolinat e tyre. Dhe ende kishin guximin ta gjykonin? Ai e kapi filxhanin e kafes me forcë dhe u kthye në zyrën e tij, duke e mbyllur derën me zhurmë. U ul në karrigen e tij dhe mbeti duke shikuar qytetin jashtë, zemërimi I vlonte në vena. Por bashkë me zemërimin, kishte edhe diçka tjetër. Një ndjesi e parehatshme, një shqetësim që ai nuk donte ta emërtonte. A thua vërtet njerëzit e shihnin në atë mënyrë? Si një njeri pa zemër? Dhe pse kjo e shqetësonte aq shumë? Ai nuk ishte interesuar kurrë për opinionin e të tjerëve më parë. Pse tani ishte ndryshe? Pasditja u zvarit në një mjegull mbledhjesh dhe vendimesh. Ariani ishte I irrituar, I padurueshëm, më I ashpër se zakonisht me vartësit e tij. 2 njerëz dolën nga zyra e tij me lot në sy pas qortimeve të rënda. Një menaxher gati dha dorëheqjen pasi Ariani e poshtëroi para gjithë ekipit për një gabim të vogël në një prezantim. Në orën 6 të pasdites, kur shumica e punonjësve po iknin, Ariani ishte ende në zyrën e tij. Ai duhej të ishte I kënaqur.
kishte mbyllur 2 kontrata të rëndësishme, kishte miratuar një shkurtim kostosh që do të rriste fitimet e tremujorit të ardhshëm dhe kishte garantuar një pozicion të favorshëm në një negociatë ndërkombëtare. Por në vend të kënaqësisë, gjithçka që ndjente ishte një boshllëk i parehatshëm. Atëherë dëgjoi zhurmën e karrocës së pastrimit në korridor. Trupi i tij u tensionua. A do të ishte Liridona? Dhe nëse po, a do të ishte Bora sërish me të? Ai kishte qenë i qartë se nuk donte fëmijë në zyrë. Nëse Liridona nuk i ishte bindur urdhrave të tij, do të kishte pasoja. Ariani e hapi derën vrullshëm, gati për të bërtitur. Por ai që ishte aty ishte një burr më i moshuar, Luani, një punonjës tjetër i pastrimit. Nuk kishte asnjë shenjë të Liridonës apo Borës. Zoti Hoxha. Mirëmbrëma, zotëri. A mund ta pastroj zyrën tuaj? A nuk po punon Liridona sot? Luani u duki surprizuar nga pyetja. Ariani nuk tregonte kur interes për punonjësit e pastrimit. Po, zotëri. Ajo është në katin e 20. Më kërkoi ta mbuloja këtë kat sot. Pse? Nuk e di me siguri, zotëri. Besoj se donte të shmangte mirë, nuk ka rëndësi. Do ta pastroj zyrën tuaj shpejt dhe nuk do t'ju shqetësoj. Ariani bëri me shenjë i padurueshëm dhe u kthye brenda, por e la derën hapur. Ndërsa Luani punonte në heshtje, ai u hoq sikur ishte i përqendruar në kompjuter, por mendja e tij ishte diku tjetër. Liridona po shmangte për plasjen me të. Ndoshta me frikën se mos humbte punën. Ose mbase e turpëruar nga sjellja e vajzës. Por a ishte vajza ajo që u soll keq? Një zë irritues brenda kokës së tij pyeti. Apo ishe ti? Ariani mbylli syt me forcë, duke u përpjekur ta heshte atë zë. Kur i hapi sërish, Luani kishte mbaruar dhe po dilte me diskrecion. Natën e mirë, zoti Hoxha. Zoti ju bekoft. Prit. Ariani nuk e dinte pse po e thoshte këtë. Liridona. A është ajo punonjëse e mirë? Luani u duk edhe më i surprizuar. Liridona? Zotëri, ajo është më e mira që kemi. Punëtore, e përkushtuar, nuk mungon kur, nuk ankohet kur. Dhe madje koordinon gjithë ekipin. Po të mos ishte për të, kjo ndërtesë nuk do të shkëlqente kështu. Ajo ka 2 fëmijë? Po, zotëri. Borën dhe Gentin. Djalë pak i prap, por me zemër të mirë. Dhe vajza, ajo është speciale. Kam parë shumë fëmijë të pasur andej këtej që nuk kanë as gjysmën e inteligjencës së asaj fëmije. Inteligjente si? Luani u mbështet te karroca, i gjallëruar nga mundësia për të biseduar. Zotëri, vajza flet 3 gjuhë. Shqip, anglisht dhe italisht. Dhe po mëson mandarinishten vet, duke përdorur video nga interneti në bibliotekën publike. Këtë në moshën 12 vjeçare. Dhe nuk është vetëm kjo. Ajo ndihmon fëmijët e tjerë të lagjes me detyrat e shtëpisë, organizon grupe leximi në komunitet. Liridona thot gjithmonë se vajza do të bëhet dikush në jetë. Ariani ndjeu diçka të çuditshme në gjoks. Dhe si mësoi të gjitha këto? A ka familja mjete për të paguar kurse? Luani qeshi pa humor. Mjete? Zotëri, Liridona mezi i paguan qiran. Bora i mëson të gjitha vetë. Biblioteka publike, interneti kur arrin të ketë akses, mësues vullnetar. Vajza ka uri për dije. Thot se do të mësoj shumë dhe një ditë do ta nxjerrë nënën e saj nga ajo jetë. Kishte krenari të sinqert në zërin e Luanit kur fliste për Borën. Dhe diçka në këtë e shqetësoi Arianin thellësisht. Ajo mendon se studimi do t'ia ndryshojë jetën? Po, zotëri. Edukimi është e vetmja gjë që mund të ndryshojë fatin e një njeriu të varfër. Të gjithë e dinë këtë. Jo gjithmonë mjafton. Luani e shikoi me një shprehje të vështirë për t'u deshifruar. Mbase jo, zotëri. Por është gjithçka që ata kanë. Dhe Bora, ajo beson. Dhe kur jeni 12 vjeç dhe jetoni në një kasole me 2 dhoma, besimi është ai që ju mban gjallë. Ariani nuk u përgjigj. Luani bëri një përkulje të lehtë dhe doli, duke shtyrë karrocën e tij. Zyra mbeti sërish në heshtje, por tani dukej më e zbrazët se kurrë. Për herë të parë në shumë vite, Ariani nuk deshi të qëndronte duke punuar deri vonë.
Mori gjërat e tij dhe zbriti në garazhin nëntoksor, ku Mercedesi i tij po priste. Shoferi u ngrit shpejt kur e pa të afrohej. Për në shtëpi, zoti Hoxha? Jo. Dua të bëj një xhiro më parë. Ngas makinën nëpër qytet. Shoferi u duki konfuzuar, por nuk pyeti. Ata dolën në rrugët e Tiranës, tani të ndriçuara nga dritat e natës. Arjani shikoi nga dritarja, duke e vëzhguar qytetin në një mënyrë tjetër. Gjithmonë e kishte parë Tiranën si mbretërinë e tij, perandorinë e tij. Por tani, për herë të parë, po shihte vërtet njerëzit në rrugë. Një shitës ambulant në qoshe, duke shitur fara për të fituar ndonjë qindar. Një familje e tërë e mbledhur në një stacion autobusi, duke pritur mjetin që do t'i çonte në periferitë e largëta. Punëtor të lodhur që ktheheshin në shtëpi pas turneve të gjata. Fëmijë që luanin në trotuare, të qeshurat e tyre u shtonin në natë pavarësisht varfërisë rreth tyre. Zotëri, a është çdo gjë në rregull? Shoferi e shikonte nga pasqyra, i shqetësuar. Më çoni te kombinati. Dua të shoh ku banon Liridona. Zotëri, më dëgjove. Kërko adresën në regjistrat e punonjësve. 30 minuta më vonë, Mercedesi ndaloi në një rrugë të ngushtë të një lagjeje periferike. Shtëpitë ishin të thjeshta, disa ishin vetëm ndërtime të vjetra me tulla dhe teneqe. Fëmijët ende luanin në rrugë pavarësisht orës. Muzika dëgjohej lart në disa shtëpi. Era e ushqimit që përgatitej ndihej në ajër. Arjani shikoi rreth e rrotull, duke u ndier plotësisht jashtë vendit me kostumin e tij të shtrenjtë brenda asaj makine luksoze. Njerëzit në rrugë e shikonin mjetin me kuriozitet dhe mosbesim. Disa të rinj u afruan, por shoferi përshpejtoi lehtë, duke u larguar. Kjo është adresa e Liridonës, zotëri. Ajo shtëpia blu atje. Ishte një shtëpi e vogël, e lyer keq, me dritare që kishin të çara nga ku mund të shihej drita brenda. Por kishte vazo me lule në dritare dhe dera ishte e pastër. Përmes perdes së thjeshtë, Arjani mund të shihte hije që lëviznin. Liridona dhe fëmijët e saj, ndoshta. Ai imagjinoi rutinën e saj. Të zgjohej para agimit për të marrë 2 autobus deri në qendër të qytetit. Të punonte 12 orë duke pastruar papastërtitë e njerëzve të pasur. Të kthehej në shtëpi e raskapitur dhe ende të duhej të kujdesej për fëmijët, të përgatiste ushqim, të ndihmonte me detyrat. Dhe pastaj të zgjohej ditën tjetër dhe të bënte të gjitha sërish. Çdo ditë. Pa pushim. Pa pushime të vërteta. Pa shpresë për ndryshim. Dhe Bora, duke u rritur në atë ambient, ende gjente forca për të mësuar, për të ëndërruar, për të besuar se mund të ishte më shumë. Nga vinte ajo forcë? Le të ikim, tha Arjani prerë. Më çoni në shtëpi. Atë natë, në apartamentin e tij luksoz, Arjani nuk mundi të flinte. Qëndroi në balkon, duke shikuar dritat e qytetit, duke menduar për të gjithë njerëzit atje poshtë. Çdo dritë ishte një jetë, një histori, një ëndër. Dhe ai nuk kishte ndaluar kurrë për ta menduar këtë më parë. Gjithë jeta e tij ishte ndërtuar mbi sigurinë se ai ishte superior. Se meritonte të ishte në maj sepse ishte më inteligjent, më i vendosur, më i fortë. Por po sikur të gabonte. Po sikur e vetmja diferencë mes tij dhe Liridonës të ishte vendi ku kishin lindur. Po sikur Bora, me të gjitha mundësitë që pati ai, të mund të kishte arritur edhe më larg. E shtuna kaloi në një mjegull të çuditshme. Arjani u përpoq të ndiqte rutinën e tij normale, por gjithçka dukej ndryshe. Ushqimi i përgatitur nga shefja e tij dukej pa shije. Objektet e shtrenjta rreth tij dukeshin pa kuptim. Edhe pamja madhështore nga balkoni i tij dukej më pak mbresëlënëse. Ai e gjeti veten duke menduar për Borën, duke mësuar në bibliotekën publike sepse nuk kishte internet në shtëpi. Duke mësuar gjuhë vetë sepse kishte uri për dije. Dhe pastaj mendoi për veten e tij, i rrethuar nga libra që nuk i lexoi kurrë, me akses në çdo kurs apo edukim që donte, por pa kuriozitet për të mësuar asgjë që nuk gjeneronte fitim direkt. Të dielën, Arjani bëri diçka që nuk e kishte bërë prej vitesh. Doli të ecte nëpër qytet. Pa shofer, pa truproja, vetëm ai dhe rrugët e Tiranës. Kaloi pranë bibliotekës kombëtare dhe ndaloi për të vëzhguar. Kishte 10 njerëz atje brenda, shumica qartësisht të varfër, por të gjithë me atë shprehje që ai kishte parë te Bora. Uri. Jo për ushqim, por për dije.
për mundësi. Për shpresë. Ai hyri në bibliotekë. Vendi ishte i thjeshtë, me mobilje të vjetra dhe libra të dëmtuar. Por kishte jetë aty. Fëmijë që lexonin në rrath në dy sheme. Të rritur që mësonin në tavolina të përbashkëta. Të moshuar që kërkonin libra me kujdes. Dhe në qoshe, në një tabel njoftimesh, kishte fletëpalosje që ofronin kurse falas të gjuhëve të ndryshme, të dhëna nga vullnetar. Ariani mori një nga fletëpalosjet. Mandarinisht e bazë. Të shtunave në orën 10:00. Mësuese, Ana Huang, vullnetare. A thua vinte Bora për këto kurse? A thua kjo Ana Huang ishte një nga njerëzit që ushqente ëndrat e asaj vajze? Ai qëndroi aty për më shumë se një orë, thjesht duke vëzhguar. Dhe për herë të parë në dekada, Aryan Hoxha u ndjej i vogël. Jo në kuptimin financiar apo të pushtetit, por në kuptimin njerëzor. Të gjithë ata njerëz me aq pak ende gjenin forca për të ndihmuar njëri tjetrin, për të ndarë dijen, për të ndërtuar komunitet. Dhe ai, me aq shumë, nuk i kishte dhënë kur asgjë askujt. Të hënën, Ariani mbërriti në zyrë me një vendosmëri të çuditshme. Ai nuk e dinte saktësisht se çfarë donte të bënte, por e dinte se diçka duhej të ndryshonte. Gjatë mëngjesit u përpoq të punonte normalisht, por mendimet e tij vazhdonin të fluturonin. Rreth mesditës, thiri Valbonën në zyrën e tij. Më duhet një informacion. Liridona, nga ekipi i pastrimit. Sa fiton ajo? Valbona u duke surprizuar, por shpejt e kontrolloi në regjistra. Një rrogë minimale e gjysmë, zotëri. Rreth 45.000 lekë. Ariani u ndje sikur mori një grusht. 45.000 lekë. Ai shpenzonte më shumë se aq për një këmishë të vetme. Liridona mbante një familje të tërë, paguante qira, ushqim, transport, të gjitha me 45.000 lekë në muaj. Dhe ende arrinte t'i mbante fëmijët në shkollë. Dhe prej sa kohësh punon ajo këtu? 7 vite, zotëri. 7 vite. Përsëriti Ariani, më shumë për veten. Dhe kur ishte rritja e saj e fundit? Para 3 vitesh, zotëri. Një rregullim prej 5%. 5% në 3 vite. Ariani ndjeu diçka t'i diqte në gjoks. Turp. Ishte turp. Valbona organizoi një takim me Liridonën. Për sot, në orën 3 të pasdites. Këtu në zyrën time. Zotëri. Valbona ishte dukshëm e konfuzuar. A ka bërë ajo diçka të gabuar? Jo. Thjesht organizoje. Pjesa tjetër e ditës kaloi ngadalë. Ariani rishikoi regjistrat e Liridonës. 7 vite punë të patëmedh. Kur një ankesë, kur një mungesë të pajustifikuar. Vlerësime gjithmonë të shkëlqyera. Dhe gjithçka që ajo kishte marrë në këmbim ishte një rrogë e mjerueshme dhe poshtërim. Në orën 3 u dëgjua një trokitje e trembur në derë. Hyni, tha Ariani, duke u përpjekur ta mbante zërin neutral. Liridona hyri, dukshëm nervoze. Kishte veshur uniformën e pastrimit dhe duart i dridheshin lehtë. Më thirrët, zoti Hoxha? U luni, Liridona. Preferoj të ri në këmbë, zotëri. Uniforma është ndotur dhe nuk dua. U luni. Përsëriti Ariani, më but këtë herë. Ju lutem. Liridona u ul në cep të karriges, sikur ishte gati të ikte me vrap në çdo moment. Sytë e saj ishin të fiksuar në dy sheme dhe Ariani mund të shihte frikën në ta. Frikën se mos pushohej nga puna. Frikën se mos humbte mbijetesën e fëmijëve të saj. Dhe të gjitha për faj të bisedës që Bora kishte pasur me të. Ariani mori frym thellë. Kjo ishte më e vështirë se çdo negociat që kishte bërë ndonjëherë. Liridona, desha të bisedoja për atë që ndodhi të enjten. Me vajzën tuaj. Liridona u bë edhe më e zbeth. Zotëri, kërkoj ndjes. Bora nuk duhej të fliste në atë mënyrë. Kam biseduar me të dhe ju garantoj se nuk do të ndodhë më. Ju lutem, mos më pushoni. Kam nevojë për këtë punë. Fëmijët e mi. Nuk do t'ju pushoj, Liridona. Tha Ariani shpejt, duke e surprizuar veten po aq sa atë. Në fakt, desha të kërkoja falje. Liridona ngriti syt ngadalë, e pabesuar.
Çfarë? I thash gjëra të tmerrshme juve dhe vajzës suaj. Gjëra që nuk kanë ndjes. Dhe kam menduar shumë për këtë ditët e fundit. Ariani ndaloi duke luftuar për të gjetur fjalët e duhura. Ai nuk kishte kërkuar falje kur për asgjë në jetën e tij të rritur. Vajza juaj më bëri të mendoja. Për shumë gjëra. Për atë se kush jam bërë. Liridona vazhdonte ta shikonte, pa besuar atë që po dëgjonte. Lotët filluan t'i mbushnin syt. Ju punoni këtu prej 7 vitesh. Dhe unë nuk e dita kur emrin tuaj deri këtë javë. Kur nuk pyeta për jetën tuaj, për familjen tuaj. Kur nuk e njoha vlerën e punës suaj. Dhe kjo është gabim. Shumë gabim. Zotëri, nuk po kuptoj. Kam menduar shumë këto ditë. Dhe kuptova se vajza juaj kishte të drejtë. Isha një njeri i tmerrshëm. Jo vetëm me ju, por me aq shumë njerëz të tjerë. Ndërtova një perandori, por diku në rrugë humba njerëzimin tim. Lotët tani rridhnin lirshëm në fytyrën e Liridonës. Zotëri, më lini të mbaroj, ju lutem. Ariani u ngrit dhe eci drejt dritares, i paf ta shikonte ndërsa fliste. Vajza juaj, Bora. Ajo është speciale. A e dini këtë? E di, zotëri. Ajo është drita ime. Arsyeja ime për të vazhduar. Ajo më tha diçka që nuk mund ta heq nga koka. Tha se askush nuk mund të jetë nëna e saj përveç jush. Dhe se kjo vlen më shumë se gjithë paratë e botës. Ariani u kthye nga Liridona. Ajo ka të drejtë. Dhe unë e kalova gjithë jetën duke matur vlerën e njerëzve me para. Çfarë lloj njeriu më bëri kjo? Liridona nuk u përgjigj. Vetëm qante në heshtje, duart e saj të shtrënguara në prerë. Dua të ndryshoj, Liridona. Nuk e di ende si, por dua të ndryshoj. Dhe dua të filloj duke bërë atë që është e drejtë. Ariani u kthye te tavolina e tij dhe mori një zarf që kishte përgatitur. Kjo është një kontratë e re për ju. Një rritje rroge prej 200%. Dhe një pozicion i ri si koordinatore e përgjithshme e ekipit të pastrimit me të gjitha përfitimet. Liridona mori zarfin me duar që i dridheshin dhe e hapi. Kur pa numrat, ajo lëshoi një dënesë. Zotëri, kjo është nuk mund ta pranoj. Është shumë. Nuk është as afër mjaftueshëm për të kompensuar 7 vite punë të rëndë dhe besnikëri. Por është një fillim. Liridona u ngrit, ende duke mbajtur zarfin. Pse po e bëni këtë? Ariani mendoi për pyetjen. Pse po e bënte këtë? Sepse një vajzë 12 vjeçare kishte arritur të bënte në 5 minuta atë që askush tjetër nuk e kishte arritur në dekada. Sepse më në fund kishte shikuar përtej vetes dhe kishte parë vuajtjen rreth tij. Sepse ishte i lodhur duke qenë njeriu bosh që ishte bërë. Sepse vajza juaj më bëri të shoh se kisha gabuar. Për gjithçka. Tha thjesht. Liridona bëri një hap përpara dhe për surprizën e plot të Arianit e përqafoi. Ishte një përqafim i shpejt, i mbushur me mirënjohje dhe emocion, dhe kur u largua, të dy kishin lot në sy. Faleminderit, zotëri. Faleminderit. Nuk e dini se çfarë do të thotë kjo për mua. Për fëmijët e mi. Besoj se po filloj ta kuptoj. Pasi Liridona doli, Ariani mbeti vetëm në zyrën e tij sërish. Por këtë herë, boshllëku nuk ishte më aty. Ose të paktën, ishte pak më i vogël. Ai kishte bërë hapin e parë. Një hap të vogël, por një hap në drejtimin e duhur. Dhe ndërsa dielli perëndonte mbi Tiranë duke e lyer qiellin me portokalli dhe roz, Arian Hoxha ndjeu diçka që nuk e kishte ndjer prej kohësh. Shpresë. Mbase kishte ende kohë që ai të bëhej një njeri më i mirë. Mbase kishte ende kohë për të ndrequr disa nga dëmet që kishte shkaktuar. Ishte vetëm fillimi. Por ishte një fillim. Javët në vazhdim sollën ndryshime delikate, por të dukshme, në sjelljen e Arian Hoxhës. Ai filloi të vinte më herët në zyrë dhe, në vend që të mbyllej menjëherë në dhomën e tij, kalonte disa minuta duke biseduar me rojet e sigurisë, duke pyetur për familjet e tyre, ditët e tyre. Në fillim, ata ishin mosbesues, duke pritur ndonjë kurth. Por avash kuptonin se ndryshimi ishte i sinqert, edhe pse hezitues. Liridona tani punonte në një zyrë të vogël në katin e 15, duke koordinuar ekipin e pastrimit të gjithë ndërtesës.
Ajo ende nuk mund ta besonte plotësisht kthesën në jetën e saj. Rroga e re i lejoi asaj ta regjistronte borën në një kurs anglishteje të avancuar dhe të blinte libra të rinj për vajzën. Për herë të parë në vite, Liridona arrinte të flinte pa peshën konstante të shqetësimit financiar që i shtypte gjoksin. Por lajmi për promovimin e Liridonës shkaktoi valë të papritura në zyrë. Disa punonjës e festuan ndryshimin, duke e parë si një shenjë se Ariani po bëhej më njerëzor. Të tjerë, veçanërisht mes ekzekutivëve të lartë, mbetën dyshues dhe madje të pakënaqur. Si mundej një pastruese e thjesht të kishte akses në përfitime që shumë prej tyre nuk i kishin? Ishte një të martë prilli kur Ariani u përball me rezistencën e parë reale ndaj transformimit të tij. Ishte në një mbledhje me bordin kur Saimir Gjoni, drejtori financiar, e hapi çështjen. Arian, duhet të flasim për këtë situatë me punonjësen e pastrimit. Saimiri ishte një burr rreth të 50-tave, pak i bëshëm, me mustaqe të hollë dhe një shprehje vazhdimisht cinike. Ai ishte në kompani që nga fillimi dhe e konsideronte veten krahun e djathtë të Arianit. Liridona. Emri i saj është Liridona. Ariani e korrigjoi, pa i hequr syt nga raportet para tij. Mirë, Liridona. Shiko, unë e kuptoj që ti dëshiron të jesh bamirës, por një rritje prej 200%? Kjo krijon një precedent të rrezikshëm. Punonjësit e tjerë të pastrimit po kërkojnë rritje. Dhe nuk janë vetëm ata. Personeli i IT-s, i kontabilitetit, të gjithë po pyesin pse ajo meriton një trajtim special. Ariani ngriti syt ngadalë. Ajo e meriton sepse punoi këtu për 7 vite me një rrogë qesharake. Sepse e bën punën e saj me ekselencë. Sepse mban 2 fëmijë vetëm. Duhet të vazhdoj? Por Arian, ndërhyri Teuta, drejtoresha e burimeve njerëzore, një grua elegante rreth të 40-tave, Saimiri ka një pikë. Nga këndvështrimi i menaxhimit të njerëzve, kjo mund të shihet si favorizim. Mund të shkaktoj probleme morali. Favorizim? Ariani u mbështet në karrige, duke ndjerë zemërimin e një orë të fillonte të zjente. Por këtë herë ishte një zemërim ndryshe. Jo kundër vartësve të tij që vinin në dyshim autoritetin e tij, por kundër sistemit që ai vetë kishte krijuar. Le të flasim për favorizimin atëherë. Sa prej jush në këtë dhomë morën bonuse në 3 mujorin e fundit? U bë një heshtje e pakëndshme. Të gjithë ju. Bonuse që, në disa raste, ishin më të mëdha se rroga vjetore e Liridonës. Dhe askush nuk pyeti nëse ishte favorizim. Askush nuk pyeti nëse i meritonin. Por kur unë vendos të paguaj një rrogë të drejtë për dikë që punon 12 orë në ditë duke pastruar pa pastërtitë që ju lini pas, pa pritur qenë ka problem? Nuk është e njëjta gjë, këmbënguli Saimiri. Ne kemi diploma, eksperiencë, përgjegjësi. Dhe ajo ka 2 fëmijë për të ushqyer, Saimir. Ajo ka fatura për të paguar. Ajo ka dinjitet që meriton të respektohet. Apo mendon se vlera e një njeriu matet vetëm me diplomën e varur në mur? Saimiri u skuq. Nuk e thash këtë. Atëherë çfarë po thua? Se disa njerëz meritojnë të jetojnë në varfëri sepse kanë lindur në rrethanat e gabuara? Tensioni në dhomë ishte i prekshëm. Teuta u përpoq ta zbuste situatën. Arian, askush nuk po e thot këtë. Jemi thjesht të shqetësuar për implikimet. Nëse punonjës të tjerë fillojnë të kërkojnë rritje të ngjashme, atëherë do t'u japim rritje atyre që e meritojnë. Rishikoni rrogat e gjithë ekipit të pastrimit, të sigurisë, të mirëmbajtjes. Dua që të gjithë të marrin të paktën 50% më shumë se sa marrin tani. U dëgjua një kor protestash, por Ariani ngriti dorën duke i heshtur. Kjo kompani pati fitim prej 120 milionësh vitin e kaluar. 120 milion. Dhe ju jeni këtu duke u ankuar për t'u paguar një rrogë të drejtë njerëzve që e mbajnë këtë vend në punë? A e dëgjoni veten? Arian, a jeni çmendur? Saimiri shpërtheu. Çfarë po ndodh me ju? Javën e kaluar po flisnit për krijimin e një programi bursash. Tani doni të jepni rritje të përgjithshme. Po i hidhni parat në plehra. Jo, Saimir. Për herë të parë në jetën time, po investoj te njerëzit. Dhe nëse nuk mund ta shihni diferencën, mbase duhet të rishikoni vlerat tuaja. Mbledhja përfundoi në një klim tensioni. Ariani e dinte se kishte krijuar armiq brenda kompanisë së tij.
Por, çuditërisht, kjo nuk e shqetësonte aq shumë sa duhej. Për herë të parë, po vepronte sipas parimeve, jo vetëm fitimeve. Dhe kjo i sillte një ndjesi lehtësie që nuk e priste. Atë pasdite, Ariani vendosi të vizitonte bibliotekën publike ku Bora mësonte. Ai donte të kuptonte më mirë botën e saj, të shihte me sytë e tij se çfarë e ushqente atë uri për dije. Biblioteka kombëtare ishte e zënë kur ai mbërriti. Fëmijë, adoleshent, të rritur dhe të moshuar zinin tavolinat dhe karriget, të gjithë të zhytur në libra dhe studime. Ariani eci nëpër korridore duke vëzhguar. Kishte një tabel me njoftime për kurse falas, grupe leximi, punëtori shkrimi. Vullnetarët ofronin kohën e tyre për të dhënë gjuhë, matematik, informatik. Në një dhomë në fund, Ariani gjeti një nga kurset e mandarinishtes. Mësuesja ishte një grua e moshuar, me flokë të bardhë të kapur topull, syze me skelet të hollë. Ajo shkruante karaktere kineze në tabelën e bardhë, ndërsa shpjegonte kuptimet e tyre për një grup prej rreth 15 personash. Mes tyre, Ariani njohu Borën. Ai qëndroi te dera, duke vëzhguar. Vajza ishte plotësisht e përpir, sytë e saj shkëlqenin nga përqendrimi. Ajo mbante shënime me kujdes në një fletore tashmë mjaft të përdorur, duke bërë pyetje inteligjente që e impresiononin edhe mësuesen. Kur kursi përfundoi, Ariani priti jashtë. Bora ishte një nga të fundit që doli, duke biseduar me gjallëri me mësuesen për strukturën e disa karaktereve. Kur më në fund u kthye dhe pa Arianin, ajo ndaloi vrullshëm. Zoti Hoxha, tha ajo, e surprizuar por jo e frikësuar. Bora, a mund të bisedoj me ty për një minutë? Vajza shikoi rreth e rrotull, sikur kërkonte një dalje, por pastaj pohoi me kokë. Ata ecën deri te një stol pranë dhe u ulën. Për një moment të gjatë, asnjëri prej tyre nuk tha asgjë. Mami më tregoi për kurset, Ariani më në fund filloi. Se vjen këtu çdo të shtunë. Po. Zonja Ana është mësuese shumë e mirë. Ajo ka jetuar në Kinë për 20 vite. Pse mandarinishten? Është gjuhë e vështirë. Bora ngriti supet. Pikërisht për këtë. Më pëlqejnë sfidat. Dhe gjithashtu sepse. Ajo hezitoi, sepse nëse dua të punoj në kompani ndërkombëtare një ditë, duhet të di gjuhë të rëndësishme. Mandarinishtja është e ardhmja. Ariani ndjeu diçka t'i shtrëngonte gjoksin. Ajo vajzë 12 vjeçare kishte më shumë vizion për të ardhmen se shumë nga ekzekutivet e tij. Bora, desha të kërkoja falje. Për atë që të thash ty dhe nënës sate. Ishte mizore dhe e padrejtë. Ju tashmë i keni kërkuar falje mamit. Ajo më tregoi. Dhe për promovimin gjithashtu. Bora e shikoi drejt për drejt në sy. Pse po e bëni këtë? Duke bërë çfarë? Duke ndryshuar. Njerëzit nuk ndryshojnë kështu, nga hiçi. Veçanërisht njerëzit si ju. Njerëzit si unë? Njerëzit e pasur. Njerëzit e fuqishëm. Njerëzit që janë mësuar t'i kenë të gjitha ashtu siç duan. Ariani qeshi pa humor. Ti je 12 vjeçe dhe tashmë je më e mençur se sa do të jem unë ndonjëherë. Nuk jam e mençur. Vetëm vëzhgoj njerëzit. Dhe ju dukeni ndryshe tani. I konfuzuar, mbase. Sikur po zbuloni diçka të re. Po zbuloj. Po zbuloj se e kam kaluar gjithë jetën time plotësisht gabim. Dhe ti ishe ajo që ma tregove këtë. Bora heshti për një moment. E dini çfarë është qesharake? Kam kaluar aq shumë kohë me zemërim ndaj njerëzve si ju. Njerëz që i kanë të gjitha dhe nuk vlerësojnë asgjë. Që i shikojnë njerëzit si unë dhe mami sikur të ishim të padukshëm. U betova se nuk do të isha kur kështu. Dhe nuk do të jesh. Ti je speciale, Bora. Ke një talent të rrallë, një inteligjencë të jashtëzakonshme. Por më shumë se kjo, ke empati. Ke zemër. Kjo është më e vlefshme se çdo diplom apo llogari bankare. Por nuk i paguan faturat, tha Bora me një trishtim që nuk duhej të ekzistonte te një fëmijë 12 vjeçar. Jo, nuk i paguan. Por duhet t'i paguante. Dhe mbase, nëse njerëzit si unë ndryshojnë, nëse më shumë njerëz e njohin vlerën reale të gjërave, një ditë do t'i paguaj. Ariani mori frym thellë. Bora, dua të bëj diçka. Dua të krijoj një program bursash.
për fëmijët si ti me talent dhe vullnet, por pa mjete. A do të më ndihmoje në këtë? Sytë e Borës u zgjeruan. Unë? Si? Duke më treguar se për çfarë ke nevojë. Çfarë mungon? Çfarë do të bënte diferencën në jetën tënde dhe në jetën e fëmijëve të tjerë si ti? Bora heshti për një kohë të gjatë duke menduar. Kur më në fund foli, zëri i saj ishte i ngarkuar me emocion. Kompjuter. Akses në internet në shtëpi. Libra të rinj. Mësues që besojnë te ne. Një vend të sigurt për të mësuar. Mentor që mund të na udhëheqin. Shpresë se studimi vërtet do të ndryshojë diçka. Shpresë, përsëriti Ariani. Kjo është ajo që mungon. Për shumë njerëz, po. Unë kam shpresë sepse mami ka besuar gjithmonë te unë. Por njoh aq shumë fëmijë inteligjent, talentuar që hoqën dorë sepse askush nuk besoi kurrë tek ata. Sepse të gjithë shihnin vetëm varfërinë, jo potencialin. Ariani ndjeu lotët t'i digjnin syt. Kur ishte hera e fundit që kishte qarë, ai as nuk e mbante mend. Atëherë le t'u japim shpresë atyre. Le të krijojmë një program që vërtet bën diferencën. Jo thjesht para të hedhura në projekte të bukura në letër. Diçka reale, efektive, që ndryshon jetë. Bora e shikoi me një përzierje shprese dhe skepticizmi. A do ta bëni vërtet këtë? Nuk do të dorëzoheni kur të bëhet e vështirë? Nuk do të dorëzohem. Premtoj. Premtimet e njerëzve të pasur nuk vlejnë shumë, tha ajo, por kishte një buzëqeshje të vogël në buzët e saj. Atëherë më jep mundësinë të provoj se të mijat vlejnë. Javët në vazhdim, Ariani u zhyt në projekt me një intensitet që e surprizoi edhe atë vetë. Punësoi një ekip të specializuar në edukim, vizitoi shkolla publike, bisedoi me mësues, prindër dhe nxënës. Dhe, më e rëndësishmja, dëgjoi. Ai zbuloi se sistemi edukativ ishte plot me vrimat ku fëmijët e varfër binin lehtësisht. Zbuloi se talenti nuk kishte të bënte fare me klasën sociale, por mundësia kishte të bënte me gjithçka. Zbuloi se kishte mira Bora atje jashtë, duke pritur vetëm një shans. Programi filloi të merrte formë. Quhej urat e së ardhmes dhe do të ofronte bursa të plota, duke përfshirë materialet shkollore, uniformën, transportin, ushqimin dhe shoqërimin psikologjik. Por më shumë se kjo, do të krijonte një rrjet mentorësh vullnetar, njerëz të suksesshëm në fusha të ndryshme që do të angazhoheshin për të udhëhequr dhe frymëzuar bursistët. Ariani gjithashtu filloi të frekuentonte bibliotekën publike, duke u ofruar si vullnetar. Në fillim, njerëzit ishin dyshues. Çfarë po bënte një miliarder aty, duke u dhënë matematik bazë fëmijëve në nevojë? Por avash, pan se ai ishte i sinqert. Se vërtet donte të ndihmonte. Ishte gjatë një prej këtyre seancave që Ariani njohu Amirin. Ai po ndihmonte një grup fëmijësh me një problem gjeometrie kur një burr rreth të 40-tave u afrua. Më falni, zotëri. Nuk mund të mos e vija re shpjegimin tuaj. Shumë i mirë, shumë i qartë. Burri kishte një theks të lehtë arab, sy të butë dhe një buzëqeshje të ngrohtë. Faleminderit. Unë jam Ariani. Ai zgjati dorën. Amir Al-Sami. Jam mësues këtu. Matematik dhe fizik. Ata biseduan për disa minuta pas mësimit dhe Ariani zbuloi historinë e Amirit. Ai kishte qenë profesor universiteti në Siri, duke dhënë fizik kuantike në një nga universitetet më të mira të vendit. Por kur situata në vendin e tij u bë e paqëndrueshme, u detyrua të ikte me familjen. Mbërriti në Shqipëri si refugjat, pa asnjë qindark, pa folur shqip, pa asnjë perspektivë. Dhe tani jap matematik bazë në një bibliotekë publike, tha Amiri me një buzëqeshje të trishtë. Diploma ime siriane nuk njihet këtu. Do të duheshin vite dhe shumë para për ta revaliduar. Kështu që punoj ku të mundem, ndihmoj këtë mundem dhe përpiqem të mos mendoj shumë për atë që humba. Por ju vazhdoni të jepni mësim, vuri re Ariani. Edhe pa u paguar, edhe pa njohje. Mësimdhënia nuk është për parat, zoti Arian. Është për ta kaluar dijen të tjerët. Është për të parë dritën që ndizet në sytë e një fëmije kur më në fund kupton diçka. Kjo nuk ka çmim. Ariani heshti, duke përpunuar ato fjalë. Këtu ishte një burr që kishte humbur gjithçka, vendin e tij, karrierën e tij, statusin e tij.
Dhe ende gjente qëllim në të dhënit mësim falas fëmijëve që kur nuk do të mund t'i paguanin kurset e tij. Çfarë lloj force ishte kjo? A mirë, po sikur të mund të ndihmoja? Kompania ime ka mjete. Mund të sponsorizojmë revalidimin tuaj, të paguajmë për provimet për procesin burokratik. Amiri e shikoi me surprizë. Zoti Arjan, kjo do të ishte nuk di çfarë të them. Por pse? Ju as nuk më njihni. Sepse Shqipëria ka nevojë për mësues si ju. Sepse këta fëmijë meritojnë të mësojnë nga dikush që vërtet e dashuron mësimdhënien. Dhe sepse Arjani ndaloi i emocionuar, sepse po mësoj se vlera e vërtet qëndron te njerëzit, jo te gjërat. Amiri fshiu lotët që i rridhnin në fytyrë. Atëherë e pranoi. Jo për vete, por për fëmijët që do të mund t'u jap mësim. Faleminderit, Zoti Arjan. Nga fundi i zemrës sime, faleminderit. Atë natë, Arjani u kthye në shtëpi me ndjesinë se kishte bërë diçka vërtet të rëndësishme. Nuk kishte mbyllur një biznes miliona eurosh apo kishte rritur fitimet e tij. Por kishte ndryshuar një jetë. Dhe mbase, përmes Amirit do të ndryshonte qindra të tjera. Por jo çdo gjë ishte perfekte. Transformimi i Arjanit po shkaktonte val gjithnjë e më të mëdha në kompani. Saimir Gjoni dhe ekzekutiv të tjerë filluan të punonin kundër tij, duke përhapur thashë theme se Arjani po pësonte një kolaps nervor, se po merrte vendime emocionale dhe iracionale që do të përfundonin duke shkatëruar kompaninë. Disa aksionerë filluan të vinin në dyshim udhëheqjen e tij. Pati një mbledhje të tensionuar ku Arjani duhej të mbronte çdo vendim që kishte marrë javët e fundit. Numrat, argumentonte ai, ishin ende të shkëlqyer. Kompania vazhdonte të ishte fitimpruese. Por tani ishte edhe etike. Etika nuk paguan dividend, tha Saimiri gjatë një diskutimi veçanërisht të nxehtë. Etika nuk pushton tregun. Etika nuk e shndërron një kompani rajonale në një perandori globale. Mbase jo, u përgjigj Arjani, i lodhur duke luftuar. Por etika më lejon të fle natën. Etika bën që të mos ndjej pështirë kur shihem në pasqyrë. Dhe nëse kjo nuk do të thot asgjë për ju, mbase ju jeni ata që duhet të rishikoni prioritetet tuaja. Mbledhja përfundoi pa një zgjidhje të qartë, por Arjani e dinte se ishte në një udhëkryq. Ai mund të vazhdonte të ndryshonte, duke u bërë një njeri më i mirë, por mbase do të humbte mbështetjen brenda kompanisë. Apo mund të kthehej në atë që ishte, duke garantuar pozicionin e tij, por duke humbur shpirtin në proces. Atë natë, ai thiri Liridonën. Liridona, a mund të bëj një pyetje? Sigurisht, Zoti Arjan. Si ja bëni ju? Si vazhdoni të besoni te e mira e njerëzve pas gjithë asaj që keni kaluar? Pas asaj se si u trajtuat nga njerëz si unë? U bë një heshtje në anën tjetër të linjës. Pastaj Liridona u përgjigj, zëri i saj i butë por i palëkundur. Sepse alternativa është të dorëzohem. Dhe nëse unë dorëzohem, ata fitojnë. Njerëzit e këqij, njerëzit mizor, ata fitojnë. Kështu që unë zgjedh të besoj. Zgjedh të vazhdoj të luftoj. Jo për vete, por për fëmijët e mi. Për shansin që bota e tyre të jetë pak më e mirë se e imja. Dhe po sikur bota të mos ndryshoj, po sikur gjithçka që bëjmë të mos bëj diferencë, por bën Zoti Arjan. Më shikoni mua. Jeta ime ndryshoi plotësisht fal jush. Dhe nuk jam vetëm unë. Është Amiri që tani ka shpresë të kthehet të jap mësim. Është Bora që tani beson se ëndrat e saj janë të mundshme. Është çdo fëmijë në programin e bursave që do të ketë një shans që nuk do ta kishte kurrë. Si mund të thoni se kjo nuk bën diferencë? Arjani ndjeu lotët t'i rridhnin lirshëm. Faleminderit, Liridona. Faleminderit që nuk hoqet dorë nga unë. Ju nuk hoqet dorë nga vetja, Zoti Arjan. Vetëm kishit nevojë për dikë që t'ju kujtonte se kishte ende mirësi brenda jush. Pasi e mbylli telefonin, Arjani mbeti i ulur në errësirën e dhomës së tij, duke shikuar dritat e qytetit. Ai kishte kaluar aq shumë kohë duke ndërtuar mure rreth vetes, duke u mbrojtur nga çdo emocion, çdo lidhje njerëzore e sinqertë. Por tani këto mure po shembeshin. Dhe po, dhembi. Dhembi të ndjeje sërish, dhembi të interesoheshe, dhembi të shije vuajtjen rreth teje që më parë e injoroje aq lehtë. Por ishte edhe çliruese. Për herë të parë në dekada, Arjani ndihej vërtet i gjallë.
Jo thjesht duke ekzistuar, jo thjesht duke grumbulluar pasuri dhe pushtet, por vërtet i gjallë. I lidhur me njerëzit e tjerë, me një qëllim më të madh se vetja. Mendoj për Borën duke mësuar në bibliotekë edhe duke qenë e lodhur. Mendoj për Liridonën duke punuar 12 orë në ditë dhe ende duke gjetur forca për të qenë një nënë e dashur. Mendoj për Amirin duke dhënë mësim falas edhe pasi kishte humbur gjithçka. Këta njerëz kishin diçka që të gjitha paratë e tij nuk mund ta blinin kurrë. Kishin qëllim. Kishin dashuri. Kishin shpresë. Dhe tani, më në fund, kishte edhe Ariani. Të nesërmen, ai u zgjua me një vendosmëri të përtërirë. Nuk kishte rëndësi se çfarë mendonte Sajmiri apo ekzekutivet e tjerë. Nuk kishte rëndësi nëse humbte mbështetjen apo pushtetin. Ai do të vazhdonte të ndryshonte. Do të vazhdonte të rritej. Do të bëhej njeriu që Bora kishte parë potencialin për të qenë. Mbërriti në zyrë herët dhe gjeti një surprizë që po e priste. Te dera e zyrës së tij kishte një vazo të vogël me lule dhe një shënim. Ai e njohu kaligrafinë e kujdesshme të Borës. Zoti Arjan, mami thot se ju po ndryshoni botën. Unë ende nuk e di nëse besoj plotësisht. Por dua të besoj. Vazhdoni të provoni. Me dashuri, Bora. Arjani e shtrëngoi shënimin pas gjoksit, i emocionuar. Ato fjalë të thjeshta të një vajze 12 vjeçare do të thoshin më shumë për të se çdo çmim si sipërmarrësi i vitit që kishte marrë. Sepse vinin nga një vend i vërtet, nga një shpresë e sinqertë. Ai hyri në zyrën e tij dhe shikoi rreth e rrotull. Muret prej mermeri, veprat e shtrenjta të artit, pamja mbresëlënëse. Të gjitha këto ishin ende aty. Por tani dukeshin ndryshe. Nuk ishin më një monument i egos së tij. Ishte thjesht një hapësirë. Një hapësirë që ai mund ta përdorte për të bërë mirë. Arjani u ul në tavolinën e tij dhe hapi kompjuterin. Kishte shumë punë për të bërë. Programi i bursave duhej të lançohej. Amiri kishte nevojë për mbështetje për revalidimin e tij. Kishte njerëz të tjerë që prisnin ndihmë, jetë të tjera që mund të ndryshoheshin. Dhe Arjan Hoxha, për herë të parë në jetën e tij, ishte gati të ishte më shumë se një njeri i pasur. Ishte gati të ishte një njeri i mirë. Mungonte vetëm një test i fundit. Një sfidë e fundit që do të përcaktonte nëse ky ndryshim ishte real apo thjesht një fazë kalimtare. Dhe kjo sfidë po vinte më shpejt se sa ai e imagjinonte. Testi që Arjani nuk e priste erdhi në një mëngjes maji, kur qielli i Tiranës ishte veçanërisht i kaltër, nga ajo e kaltër e rrallë që shfaqet vetëm pasi ditët e shiut lajnë ndotjen e ajrit. Ai ishte në zyrën e tij, duke rishikuar detajet e fundit të programit të bursave që do të lançohej zyrtarisht javën e ardhshme, kur Valbona hyri me nxitim me fytyrë të zbehtë. Zoti Hoxha, kemi një situatë. Sajmir Gjoni ka thirrur një mbledhje të jashtëzakonshme të bordit. Tani Arjani ndjeu një shtrëngim në stomak. Ai nuk ka autoritet për të thirrur bordin pa miratimin tim. Ai arriti të mbledh nënshkrimet e 60% të aksionerëve kryesor. Zotëri, mendoj se është një grusht shteti. Duan t'ju heqin nga presidenca. Bota u duk sikur ndaloi për një moment. Arjani shikoi nga dritarja, drejt qytetit që kishte pushtuar, drejt perandorisë që kishte ndërtuar. Gjithçka mund të mbaronte sot. Gjithçka mund t'i merrej. Dhe pyetja ishte, a kishte kjo ende rëndësi? Ku është mbledhja? Salla kryesore e konferencave. Po presin. Arjani u ngrit, rregulloi kravatën dhe mori frym thellë. Atëherë le t'i japim fund kësaj. Salla e konferencave ishte e mbushur kur ai mbërriti. Të gjithë anëtarët e bordit ishin prezent, përveç Sajmirit dhe ekzekutivëve të tjerë të rëndësishëm. Shprehjet varionin nga sikleti te armiqësia e hapur. Në qendër të tavolinës, Sajmiri dukej konfident me një buzëqeshje të vogël fitoreje tashmë të vizatuar në buzë. Arjan, faleminderit që erdhe, tha Sajmiri me kortezi të rreme. Ju lutem, u luni. Preferoj të rri në këmbë. Thoni atë që keni për të thënë. Sajmiri shkëmbeu vështrime me anëtarët e tjerë të bordit. Shumë mirë. Le të dalim direkt në temë. Javët e fundit, vendimet tuaja kanë shqetësuar thellësisht aksionerët e kësaj kompanie. Rritje rrogash eksorbitante, programe sociale të shtrenjta, donacione për kauza të dyshimta.
Të gjitha këto pa konsultimin e duhur me bordin. Asgjë nga ajo që kam bërë nuk shkel statutet e kompanisë. Dhe numrat vazhdojnë të jenë të shkëlqyer. Për momentin, ndërhyri ZNJ, Teuta Kastrati, një nga aksionerët kryesore, një grua rreth të 60-ave me flokë të bardhë të krejur në mënyrë të patëmel. Por veprimet tuaja tregojnë një ndryshim të rrezikshëm fokusi. Kjo është një kompani teknologjie, jo një ujqë. Dhe a nuk mund të jetë të dyja? Pyeti Arjani, zëri i tij i qetë por i palëkundur. Jo kur njëra dëmton tjetrën, u përgjigj Sajmiri. Arjan, ju po pësoni një kolaps. Është e qartë për të gjithë ne. Ky transformim i papritur, këto vendime emocionale, të gjitha këto tregojnë se ju nuk jeni më i aftë për ta udhëhequr këtë kompani. Një kolaps, përsëriti Arjani me një buzëqeshje të hidhur në buzë. Kështu e quani ju kur dikush fillon të ketë ndërgjegje? E quajmë kështu kur dikush fillon të hedh para në projekte sentimentale ndërsa neglizhon interesat e aksionerëve, u kthye Sajmiri. Ju promovuat një pastruese në një post menaxherial pa kualifikimin e duhur. Po paguani revalidimin e diplomës së një refugjati. Krijuat një program bursash që do të kushtoj miliona pa kthim financiar të garantuar. Dhe pse? Sepse një fëmijë 12 vjeçar tha disa fjalë të bukura. Salla ra në heshtje. Arjani ndjeu zemërimin të ngjitej, por u detyrua të ruante qetësinë. Doni ta dini të vërtetën? Po, ishte një fëmijë 12 vjeçar që më bëri të zgjohem. Një vajzë që, pavarësisht se ka lindur në varfëri, ka më shumë mençuri dhe njerëzi se të gjithë ne bashkë. Ajo më bëri të shoh se kalova 51 vite të jetës sime duke grumbulluar pasuri dhe duke humbur shpirtin tim në proces. Sa dramatike, u tall Sajmiri. Por kjo nuk ndryshon faktin që ju nuk po veproni më në interesin më të mirë të kompanisë. Dhe interesi më i mirë i kompanisë është çfarë, saktësisht? Fitimi? Vetëm fitimi? Pa u interesuar se mbi kë shkelim në rrugë? Po. Sajmiri goditi tavolinën me dorë. Është saktësisht kjo. Ky është realiteti i botës së biznesit, Arjan. Ju vetë ma keni mësuar këtë. Mbani mend? Më keni thënë, para 10 vitesh, kur po filloja këtu, se nuk kishte hapësirë për sentimentalizëm në biznes. Se ose ishe një grabitqar, ose ishe një pre. Se dhemshuria ishte dobësi. Ku është ai burr? Ai burr ka vdekur, tha Arjani thjesht. Dhe nuk kam mëshirë për të. E po, ne kemi mëshirë për të, tha ZNJ, Teuta. Sepse ai burr ndërtoi një perandori. Dhe ky Arjani i ri është gati ta shkatërrojë. Propozim për mocion, njoftoi Sajmiri formalisht. Shkarkimi i Arjan Hoxhës nga pozicioni i presidentit ekzekutiv për paftësi për të ushtruar detyrat e tij siç duhet dhe për veprime kundër interesave të kompanisë dhe aksionerëve të saj. Arjani shikoi rreth tavolinës. Disa antar të bordit shmangnin vështrimin e tij, qartësisht të pakëndshëm. Të tjerë e shikonin me armiqësi të hapur. Ai mund të luftonte. Mund të përdorte të gjitha mjetet e tij, influencën e tij, kontaktet e tij për të mbajtur pozicionin. Por për çfarë? Për të vazhduar në një vend ku vizioni i tij i ri nuk ishte i mirëpritur? Para se të votoni, tha Arjani, zëri i tij ushtoi në sallë, më lini t'ju tregoj një histori. Para disa javësh, njoha një vajzë të quajtur Bora. Ajo është 12 vjeçe, banon në një lagje të varfër të kombinatit, dhe ëndra e saj më e madhe është të ketë një kompjuter në shtëpi që të mund të mësojë natën. Ajo mëson 3 gjuhë vetë, merr nota të shkëlqyera në shkollë, dhe ende gjen kohë për të ndihmuar fëmijët e tjerë të lagjes me detyra. Arjan, kjo nuk ka rëndësi. Filloi Sajmiri. Më lini të mbaroj. Zëri i Arjanit ushtoi dhe Sajmiri u tërhoq. Kjo vajzë më tha diçka që nuk mund ta heq nga koka. Tha se askush nuk mund të jetë nëna e saj përveç nënës së saj. Dhe se kjo vlen më shumë se gjithë paratë e botës. A mund ta kuptoni se çfarë do të thotë kjo? Heshtje. Do të thotë se ekzistojnë gjëra që nuk kanë çmim. Se vlera reale nuk është në llogaritë bankare apo në raportet tremujore. Është te lidhjet njerëzore. Te jetët që prekim. Te diferenca që bëjmë. Dhe unë kalova 51 vite pa e kuptuar këtë. Arjani eci drejt dritares duke shikuar qytetin atje poshtë. Ndërtova këtë perandori, po. Por për çfarë?
Për të vdekur vetëm në një apartament luksos plot me gjëra të shtrenjta por bosh nga kuptimi? Për të mbajtur mend si njeriu më i pasur i Varezave? Çfarë lloj trashëgimi është kjo? Një trashëgimi suksesi, argumentoi Sajmiri. Një trashëgimi e pushtimit të së pamundurës. Jo, Sajmir. Është një trashëgimi boshllëku. E mundësive të çuara dëm. E njerëzimit të humbur. Arjani u kthye për t'u përballur me bordin. Doni të më shkarkoni? Shumë mirë. Votoni. Por dijeni se do të zgjidhni fitimin mbi njerëzit. Do të zgjidhni rrugën e lehtë mbi rrugën e duhur. Dhe do t'ju duhet të jetoni me këtë zgjedhje për pjesën tjetër të jetës suaj. Të gjitha shumë të bukura, tha zënia Teuta, por zëri i saj ishte më pak i sigurt tani. Po përgjegjësia jon? Po investimet tona? Investimet tuaja vazhdojnë të jenë të sigurta. Fitimet vazhdojnë të jenë të shkëlqyera. E vetmja gjë që ka ndryshuar është se tani kjo kompani ka ndërgjegje. Ka përgjegjësi sociale. Ka një qëllim përtej pasurimit të atyre që janë tashmë të pasur. Arjani bëri një pauzë. Por nëse kjo nuk mjafton për ju, atëherë vërtet nuk kam vend këtu. Dera e sallës së konferencave u hap vrullshëm. Të gjithë u kthyen të surprizuar. Valbona ishte aty dhe pas saj, për shokun e Arjanit, ishin Liridona, Bora, Amiri dhe punonjës të tjerë që ai kishte ndihmuar javët e fundit. Më shumë se 20 njerëz ishin mbledhur te hyrja. Më falni për ndërprerjen, tha Valbona, zëri i saj dridhej por ishte i vendosur. Por menduam se ju duhej ta dëgjonit këtë. Kjo është një mbledhje private, protestoi Sajmiri. Rojet. Largoni këta njerëz. Jo, tha Arjani, zëri i tij i palëkundur. Lërini të hyjnë. Ata kanë më shumë të drejtë të jenë këtu se çdo kush prej nesh. Liridona bëri një hap përpara, dukshëm nervoze por kurajoze. Zotërin, zonja, unë nuk di të flas bukur si ju. Nuk kam diplom universiteti. Por di çfarë është të punosh me ndershmëri dhe të trajtohesh si e padukshme. Derisa zoti Arjan ndryshoi. Kjo nuk ka të bëjë fare me. Filloi Sajmiri, por zënia Teuta e ndërpreu. Lëreni të flas. Liridona mori frym thellë. Punoj këtu prej 7 vitesh. Në këtë kohë, kam parë njerëz që pushoheshin me email. Kam parë njerëz duke qarë në tualete sepse nuk mund të paguanin faturat me rrogën që merrnin. Kam parë aq shumë mizori të maskuar si efikasitet. Dhe unë e pranoja sepse kisha nevojë për punën. Por zoti Arjan, ai e ndryshoi gjithë këtë. Jo vetëm për mua, por për dhjetëra punonjës. Ai po përpiqet të bëjë të drejtën. Dhe ju doni ta ndëshkoni për këtë? Bora doli përpara, duke qëndruar pranë nënës së saj. Ajo shikoi direkt antarët e bordit, sytë e saj të rinj por të vendosur. Mami më ka mësuar se karakteri është ai që bën kur askush nuk po të shikon. Zoti Arjan mund të kishte vazhduar të ishte ai që ishte. Askush nuk e detyroi të ndryshonte. Por ai zgjodhi. Zgjodhi të ishte më i mirë. Zgjodhi ta përdorte pushtetin e tij për të ndihmuar, jo për të lënduar. Dhe kjo, zotërin dhe zonja, kjo është udhëheqje e vërtetë. Amiri bëri një hap përpara. Në Siri, isha profesor universiteti. U jepja mësim studentëve më të mirë dhe më të ndritur të vendit tim. Humba gjithçka kur u desh të ikja. Mbërrita këtu pa asgjë, pa shpresë. Por zoti Arjan më ktheu dinjitetin. Më dha shansin të jem mësues sërish. Sa prej jush kanë bërë diçka të tillë për dikë? Një nga një, punonjës të tjerë u shprehen. Histori jetësh të ndryshuara, familjesh të shpëtuara nga varfëria, ëndrash që u bën të mundshme. Dhe ndërsa flisnin, Arjani pa shprehje që ndryshonin rreth tavolinës. Disa antar të bordit dukeshin të turpëruar. Të tjerë të prekur. Por jo të gjithë. Sajmiri u ngrit i skuqur nga zemërimi. Kjo është qesharake. Kjo është manipulim emocional. Ne kemi një kompani për të administruar, jo një institucion bamirësie. Dhe po sikur të mund të ishim të dyja? Zëri erdhi nga Z. Agim Berisha, një nga antarët më të vjetër të bordit, një zotëri rreth të 70-tave që rrallë fliste në mbledhje. Të gjithë u kthyen ta shikonin. Sajmir, unë e themelova këtë kompani bashkë me Arjanin para 25 vitesh.
Dhe do t'ju tregoj një sekret, nuk ishte për paratë. Agim, tha Ariani i surprizuar. Ishte për inovacionin. Për mundësinë e ndryshimit të botës përmes teknologjisë. Por diku në rrugë e humbëm këtë. U bëm thjesht një kompani tjetër e fiksuar pas fitimeve. Agim u ngrit duke u mbështetur në bastunin e tij. Arjan, ti po na kujton pse e filluam gjithë këtë. Po na kujton se kompanitë përbëhen nga njerëz. Dhe se suksesi ynë duhet të përfitojë të gjithë, jo vetëm aksionerët. Agim, me gjithë respektin, filloi Sajmiri, por plaku e ndërpreu me një gjest. Tashmë e kam marrë vendimin tim. Votoj kundër shkarkimit të Arjanit. Dhe më shumë, propozoj të dyfishojmë buxhetin e programit të bursave. Do të dhuroj personalisht 5 milion lekë për këtë. Salla shpërtheu në murmuritje. Sajmiri duke i shastisur. Antarë të tjerë të bordit filluan të flisnin në të njëjtën kohë. Zënëje, Teuta ngriti dorën duke kërkuar heshtje. Ajo e shikoi Arjanin për një moment të gjatë dhe pastaj njerëzit të dera. Më në fund, pshertiu. Unë kam 3 nipër. Dhe ndonjëherë pyes veten se çfarë lloj bote po u lëm atyre. Një botë ku vetëm fitimi ka rëndësi? Ku njerëzit janë thjesht burime të hedhshme? Ajo tundi kokën. Votoj kundër shkarkimit. Arjani mbetet. Një nga një, antarët e tjerë të bordit votuan. Disa pro Arjanit, të tjerë kundër. Kur votimi përfundoi, rezultati ishte i qartë, Arjani kishte fituar. Jo me një diferencë të madhe, por mjaftueshëm. Sajmiri ishte i zbet nga zemërimi. Ky është një gabim. Të gjithë ju do të pendoheni. Ai mori gjërat e tij dhe doli nga salla, duke e mbyllur derën me forcë. Pasi salla u zbraz, Arjani mbeti vetëm me Agimin. Faleminderit, tha ai thjesht. Mos më falendero mua. Ti më kujtove pse e fillova gjithë këtë. Ndonjëherë kemi nevojë që dikush të na tregojë se kemi humbur rrugën. Plaku buzëqeshi. Ajo vajza, Bora. Ajo është speciale. Po, është. E dini çfarë më duket më e mahnitshme? Ajo ju sfidoi. Një fëmijë 12 vjeçar sfidoi një nga njerëzit më të fuqishëm në vend. Dhe në vend që ta shtypnit, ju e dëgjuat. Kjo, Arjan, kjo është forcë e vërtetë. Atë natë, Arjani organizoi një darkë të vogël në apartamentin e tij. Jo llojin e darkës formale që zakonisht jepte, me pjata shumë të shtrenjta dhe biseda boshe për biznes. Por diçka të thjeshtë, intime. Ai ftoi Liridonën dhe fëmijët e saj, Amirin dhe familjen e tij, Agimin, Valbonën dhe disa punonjës të tjerë që ishin prekur nga ndryshimet e tij. Apartamenti që gjithmonë kishte qenë një simbol i vetmisë dhe arrogancës së tij ishte tani plot jetë, të qeshura dhe biseda të sinqerta. Fëmijët vraponin në përdhomën e ndenjes që gjithmonë kishte qenë e paprekshme dhe perfekte. Ushqimi i shtëpisë ndante hapësirën me mobiljet e dizajnit. Dhe Arjani, në qendër të gjithë kësaj, ndihej më i lumtur se sa ishte ndier kur i rrethuar nga luksi bosh. Bora ju afrua atij në një moment qetësie, kur të tjerët po bisedonin me gjallëri. Zoti Arjan, a mund t'ju pyes diçka? Sigurisht, Bora. Kur biseduam atë herën e parë, ju ishit me zemërim. Zemërim të vërtetë. Pse? Arjani mendoi për një moment. Besoj se sepse ti prekët diçka që unë e kisha varrosur shumë thellë. Një pjesë timen që ende kujtonte se si është të interesohesh për njerëzit e tjerë. Si është të kesh empati. Dhe kjo më trembi. Dhe tani? Ende keni frikë? Po. Por është një frikë ndryshe. Nuk është frikë nga ndjenjat. Është frikë se mos kthehem në atë që isha më parë. Ai e shikoi vajzën. Bora, ti më ndryshove jetën. A e di këtë? Ajo ngriti supet me atë mënyrën tipike të fëmijëve. Unë vetëm thash të vërtetën. Ju jeni ai që vendoset të dëgjoni. Jo çdo kush do të kishte dëgjuar. E di. Prandaj ju jeni special. Ajo buzëqeshi. E dini çfarë më ka thënë mami? Se njerëzit nuk ndryshojnë brenda natës. Por kur ndryshojnë vërtet, kur vërtet vendosin të jenë më të mirë, asgjë nuk mund t'i ndaloj. Nëna jote është shumë e mençur. Ajo është njeriu më i fortë që njoh.
Bora shikoi Liridonën që po qeshte me diçka që Amiri kishte thënë. Ajo nuk u dorëzua kurrë. As në momentet më të këqija. Dhe tani, fal jush, ajo mund të marrë frymë më në fund. Mund të ëndërrojë. Ne mund të ëndërrojmë. Ariani ndjeu lotët t'i digjnin syt. Dhe cilat janë ëndrat e tua, Bora? Të mësoj. Të njoh botën. Të mësoj gjithçka që mundem. Dhe një ditë, kur të rritem, të bëj atë që po bëni ju. Të ndihmoj fëmijët e tjerë si unë. Tu jap shpresë atyre që nuk kanë. Ti do t'ja dalësh. Jam i sigurt për këtë. E di. Por nuk do të harroj nga kam ardhur. As kush më ndihmoj. Ajo e shikoi me ata sy inteligjent dhe të thellë. Faleminderit, Zoti Aryan. Që dëgjuat. Që ndryshuat. Që treguat se është e mundur të jesh i pasur dhe ende të kesh një zemër. Pasi të gjithë u larguan, Ariani mbeti sërish vetëm në apartamentin e tij. Por tani heshtja ishte ndryshe. Nuk ishte shtypse apo boshe. Ishte paqësore. Ai eci deri në balkon dhe shikoi Tiranën, qytetin që flinte dhe ëndërronte nën të. Mendoi për gjithçka që kishte ndodhur javët e fundit. Se si një bisedë e thjesht me një vajzë kishte shkaktuar një transformim të plot në jetën e tij. Se si pothuajse kishte humbur gjithçka sot, por në fund kishte fituar diçka shumë më të vlefshme. Telefoni i tij ra. Ishte një mesazh nga Amiri. Zoti Aryan, sapo mora konfirmimin. Diploma ime u revalidua. Filloj të jap mësim në universitet semestrin tjetër. Nuk kam fjalë t'ju falenderoj. Ariani buzëqeshi dhe shkroi një përgjigje. Mirënjohja është e imja, Amir. Që më treguat se mësimdhënia është një akt dashurie. Një mesazh tjetër, këtë herë nga Z. Agimi. Aryan, po mendoja. Çfarë thoni ta zgjerojmë programin e bursave në qytete të tjera? Kam kontakte në Durrës, Vlorë, Shkodër. Mund të bëjmë vërtet diferencë në shkallë kombëtare. Do të bisedojmë nesër. Më pëlqen ideja. Dhe pastaj një mesazh i fundit. Nga Bora. Zoti Aryan, mami po qan. Janë lot lumturie. Ajo tha se kur nuk e kishte imagjinuar se jeta mund të ishte kështu. Faleminderit që na kthyet shpresën. Natën e mirë. Ariani e hoqi telefonin dhe mbeti aty, thjesht duke marrë frymë, duke ndier. Duke ndier fllatin e natës, erën e qytetit, jetën që pulsonte rreth tij. Ai kishte kaluar aq shumë kohë i vdekur për brenda, thjesht duke funksionuar si një makinë parash. Por tani ishte i gjallë. Vërtet i gjallë. Nuk do të ishte e lehtë. Sajmiri ishte ende aty, ndoshta duke planifikuar ndonjë lloj hakmarrjeje. Ekzekutiv të tjerë ende ishinin ndryshimet e tij me dyshim. Dhe ai e dinte se do të kishte më shumë sfida, më shumë tentativa për ta bërë të kthehej në atë që ishte më parë. Por Aryan Hoxha nuk ishte më ai burr. Ai kishte kaluar përmes zjarrit të transformimit dhe kishte dalë ndryshe. Jo perfekt, jo pa gabime, por më i mirë. Genuinisht më i mirë. Ai mendoi se çfarë do të thoshte nëse do të mund të kthehej në kohë dhe të fliste me Arianin e 2 muajve më parë. Atë burr arrogant dhe bosh që besonte se paraja ishte gjithçka. Çfarë do t'i thoshte atij? Mbase thjesht këtë, dëgjo. Dëgjo njerëzit rreth teje. Dëgjo historitë e tyre, dhimbjet e tyre, ëndrat e tyre. Sepse diku, mes të gjitha këtyre zërave që i injorove për aq shumë kohë, është e vërteta që duhet të dëgjosh. Dhe kur më në fund të dëgjosh, kur vërtet të dëgjosh, jeta jote do të ndryshojë përgjithmonë. Ariani hyri sërish në apartament dhe, për herë të parë në vite, shkoi të flinte me një buzëqeshje në fytyrë. Nesër do të ishte një ditë e re. Një ditë për të vazhduar rritjen, për të vazhduar ndryshimin, për të vazhduar të bërit diferencë. Një ditë për të jetuar me qëllim. Dhe diku në kombinat të Tiranës, në një shtëpi të vogël blu, një vajzë 12 vjeçare gjithashtu buzëqeshte ndërsa e zinte gjumi. Ajo kishte mbjell një farë ndryshimi në zemrën e një njeriu që duke i pamundur për t'u arritur. Dhe duke bërë këtë, kishte ndryshuar jo vetëm jetën e tij, por edhe të sajën dhe të shumë të tjerëve. Sepse kjo është e vërteta për transformimin, ai nuk ndodh kurrë në izolim. Kur një person ndryshon vërtet, krijon valë që prekin jetë të tjera.
Dhe këto valë vazhdojnë të zgjerohen duke arritur gjithnjë e më larg, duke ndryshuar botën në mënyra të vogla dhe të mëdha. Arjan Hoxha mësoi se vlera e vërtet nuk qëndron te gjërat që zotërojmë, por te jetët që prekim. Se suksesi real nuk matet me shifra bankare, por me buzëqeshje, shpresa të përtërira dhe ëndra të realizuara. Se një perandori e ndërtuar mbi egoizëm është boshe, por një jetë e ndërtuar mbi dhembshuri është pafundësisht e pasur. Dhe ndërsa Tirana flinte duke u përgatitur për një ditë tjetër luftërash dhe ëndrash, një burr që kishte pasur gjithçka por nuk kishte pasur asgjë, më në fund zbuloi atë që vërtet ka rëndësi. Dhe një vajzë që nuk kishte asgjë por kishte gjithçka, vazhdoi të ishte drita që udhëhiqte jo vetëm nënën e saj, por të gjithë ata që kishin fatin të kryqëzonin rrugën me të. Sepse në fund kjo është ajo që jemi vërtet, jo paratë që grumbullojmë apo pushteti që ushtrojmë, por dashuria që ndajmë dhe diferenca që bëjmë në jetën e njerëzve të tjerë. Kjo është masa reale e një jete të jetuar mirë. Dhe Arjan Hoxha, më në fund, po fillonte të jetonte vërtet.